dhe me thonë për rrezik, alarmi e ka një zotët mërshëm, i cili t'jap shumë frikën, fakt ma shumë vetë zonën se sa mesazhi, edhe por që... Dhe desh ta them trimresh që nge tregu, sepse ne si që the që i kemi përjetuar dhe njëherë luftën, në fakt e kemi një dojtje më të madhe dhe ndoshta do t'ishte edhe arsyeshme sikur të strehoheshit diku siç kanë vepruar shumë banorë të cilët i kemi parë gjatë 24 orëve. Po, të ta them, Merit, sistemi i alarmit këtu është shumë i zhvilluar dhe në qoftë se do të ketë një rrezik shumë të madh potencial, atëherë ti do marrësh një mesazh në telefon i cili tregon që në minutat në vazhdim mund të ketë rrezik, prandaj ti duhet të strehosh në vend në brendi të banesës, në vende ku për shembull në korridor ose në banjo ku nuk mundet një cifël ose një pjesë e dronit ose diçka me të futur në dhomë dhe mu të thy gjamat, se këtu banesat janë kryesisht me shumë gjama, është komplet e hapur buri dhe ata të lajmërojnë me telefon. Ne deri tani kemi pasur në këtë pjesë të Abu Dhabit vetëm 2 herë alarm të tillë. Dhe me thonë për rrezik, alarmi e ka një zotët mërshëm, i cili t'jap shumë frikën, fakt ma shumë vetë zonën se sa mesazhi, edhe por që më shumë se 2 herë nuk kemi pas, është një lagje rezidenciale ku nuk ka objekte që mund të kenë të shërbenin interesit amerikan as asgjë tjetër. Ne kemi pas shumë raketa që kanë fluturuar sipër banesës tonë, por që sistemi i mbrojtjes i Emiratëve është jashtëzakonisht i zhvilluar, sa kom lexuar, ndërtohet në 2 nivele dhe në qoftë se ata nuk do ta kapin për ta shkatruar, domethënë këtë raketën apo dronin në nivelin e parë, do ta shkatrojnë në nivelin e dytë shumë afër tokës. Dhe kjo pastaj t'jep ty një siguri, sepse janë hedhur më shumë diku rreth 700, sa kam lexuar rreth 700 objekte shpërthyese, në fakt objekte. Janë hedhur mjete shpërthyese rreth 700 copë në Emiratet e Bashkuara, 500 e diçka dronë dhe 164 apo më shumë raketa. Por pothuajse që të gjitha janë shpërthyer dhe janë kapur në ajër dhe rreziku më i madh që njerëzit mund ta shohin këtu është nga copat të cilat mund të bijnë nga ajri në tokë dhe pastaj të futen në ndërtesë dhe të shkaktojnë ndonjë zjarr. Dhe gjitha zjarret që ju i keni parë posaçërisht në Dubai janë nga ato objekte që kanë rënë nga qielli, pra nga shkatrimi i dronëve apo nga shkatrimi i raketave që kanë bërë në ajër. Dhe ato pastaj kanë shkaktuar zjarr dhe natyrisht shumë panik tek njerëzit. Po them prap, janë disa nivele të alarmeve këtu dhe pastaj ti e sheh se kur është momenti që duhet të largohesh nga ndërtesa apo vetëm të strehosh në një objekt ku nuk mundesh mu ta tupej potencialisht hyrjes së xhamit apo futjes në ndonjë objekti nga ajri brenda. Emiratet nuk është një shtet me histori lufte, këtu nuk ka strehimore për luftë, nuk ka bunkera, nuk ka diçka të tillë. Madje sa kam lexuar nga mediat lokale këtu është pikërisht vendi ku jetojmë ne, është ndoshta i vetmi vend i përshtatshëm sepse janë disa nivele të parkigjeve në tokë ku mund të stoposh. Dhe e don